pas një teme ku diskutuam për politikat vendore, gjithashtu e zgjeruam pak edhe në histori, do të ndalemi të flasim për një ngjarje e cila tronditi vendin. Vrasja Gjulieta Okellës, Gjykata Supreme ja zbut dënimin e Edmond Lajçit nga burgimi përjetshëm në 30 vite burgim. Pas vendimit, vllai i viktimës Shpati Okella tha se për Klan Kosova se familja nuk do të deklarohet më për media. Prej këtij momenti heqim dorë nga drejtësia, o shpreh. A është i drejtë vendimi i Gjykatës Supreme për zbutjen e dënimit nga burgimi përjetshëm në 30 vjet? Këtë çështje diskutoj me kolegën time të nderuar Qendresa Tërshani, të cilën e kam kënaqësinë ta kem këtu në studio. Zonja Tërshani, gjithmonë kënaqësi me bisedu me ju. Faleminderit juve për ftesën. Heqim dorë nga drejtësia, ose më konkretisht prej këtij momenti heqim dorë nga drejtësia. Ky është deklarimi i zotrit Shpat Okellës në lidhje me gjykimin. Pse heq dorë nga drejtësia familja Okella? Janë totalisht dëshpëruar me vendimin që është marrë dje nga Gjykata Supreme, ka qenë komplet i papritur për ta, pasi kanë menduar që do të konfirmohet vendimi që është dhënë në shkallë të parë dhe që është konfirmuar më pastaj edhe nga apeli, por që dje përfundimisht u dha një vendim i ri, u tha që tash 30 vjet do të rinë në burg Edmond Lajçi për vrasjen e familjares së tyre Gjulieta Okellës, dhe normalisht ishte themi kështu një lajm shumë i rëndë për ta. E kam kuptuar paraprakisht para se të dalë me njoftim Gjykata Supreme. Nuk e di më saktësi kur është marrë vendimi nga gjykata, por ndje kam dërguar disa pyetje në adresë të gjykatës pse nuk është dhënë një vendim për rastin që është qyrtuar në Supreme me një seancë të hapur, dhe më pastaj ata gjatë ditës krejt në fund të orarit në fakt kanë publikuar edhe njoftimin e tyre që me vendimin e ri që e kanë marrë, por pa treguar tamam kur është marrë vendimi, por vetëm si njoftim. Është ky njoftimi që e ka bërë gjykata dje. Paraprakisht normalisht nuk janë njoftuar as palët para dite, i kontaktova ata për të konfirmuar nëse lajmi ishte tamam kështu, dhe mënyrën si ju qasën këtij informacioni normalisht u pa që janë shumë të në stres dhe janë të dëshpëruar nëse 30 vjet burg është vendimi përfundimtar i Gjykatës Supreme për Edmond Lajçin. Pra, Gjykata Supreme ka vendosur që të pandehurit Edmond Lajçi, i shpallur fajtor për vepra penale vrasje e rënd, nga neni 173 paragrafi 1.3 të kodit penal të Republikës së Kosovës, dhe mbajtje në pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 i kodit penal, të shqiptohet dënimi me 30 vjet burgim, në të cilat do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 16 prill 2024. Por prap do doja të kthehem tek një detaj dhe të analizojmë nga një këndvështrim tjetër. Heqim dorë nga drejtësia. Në shumë raste, kur personat janë deklaruar se heqin dorë nga drejtësia apo me anë të sjelljeve të tyre kanë hequr dorë nga drejtësia, çështjen e kanë marrë në dorë në formë kanonore. A është kjo forma për cilën po proklamojnë familja Okella në raport me familjen Lajçi në këtë pjesë, apo si është, sepse është pak shqetësuese si deklarim dhe e paqartë në njëjtën kohë? Në fakt, mendoj më shumë në aspektin e një ankese tjetër për vendimin e Supremës, që ka mundësi të bëhet në gjykatën kushtetuese, dhe dua të besoj që për këtë e kam pas fjalën edhe familja, pasi gjatë bisedimit që kam pasur dje pikërisht me avokatin e familjes Femije Gashe, ajo ka thënë që do të bisedoj me ta për një ankesë të mundshme në gjykatën kushtetuese, dhe pikërisht reagimi i familjes Okella mendoj që ka pasur të bëjë me këtë ankesë dhe mundësinë që familja të ankohet tash në gjykatën kushtetuese, dhe jo me mendime të tjera, pasi ne e kemi përcjell vazhdimisht procesin dhe e dim sjelljen e tyre karshi institucioneve, karshi rastit që kanë lënë komplet në dorë të gjykatës dhe institucioneve të Kosovës, kështu që nuk besoj dhe nuk dua të paragjykoj që tamam vlerësimi i tyre ishte për këtë aspekt. Absolutisht, dhe ne nuk dëshirojmë të ndodhë një gjë e tillë. Megjithatë, redaksia jon ka tentuar të kontaktojë me familjen Okella dje dhe përgjigjja ka qenë kjo. Përshëndetje redaksia e Kosova Today, me këqardhje, por ne si familje kemi vendosur që të mos dalim në medje e as nuk dojmë të bëjmë ankesë ndaj vendimit të Gjykatës Supreme, dhe sa na i përket neve si familje, le ta lirojnë krejt. Ky ka qenë mesazhi që kemi marrë ne. Po, përmendet specifikisht në pjesën e fundit që për një ankesë të mundshme, pra është fjala për gjykatën kushtetuese, ata heqin dorë nga drejtësia për një ankesë tjetër të re në lidhje me rastin e tyre. Por unë desha ta arsyetoj ose ta diskutoj më shumë edhe njoftimin që ka dhënë gjykata